الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falënderojmë, prej tij fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allahu subhanahu wa taala këtë 10 e parë të Ramazanit ta bën 10 të mirë për neve, nismë mirë, fillim i mirë, dhe na mundson Allahu te bareke ve teala që ta kalojmë këtë muaj të madh të Zotit te bareke ve teala me vepra të mira, agjërime të pranuara dhe namaze të bëmë qabul të Ai subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me izin Allahu te bareke ve teala të flasim për temën që e hapëm në ligjëratën e kaluar, mbi Ibrahimin dhe jetëshkrimin dhe biografinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimi alayhi salatu wassalam është baba i tretë i njerëzimit, baba i pejgamberëve. Njerëzimi ka 3 baballar, njëri është Ademi alayhi salatu wassalam, i cili e ka nis Allahu subhanahu wa taala njerëzimin fizikisht edhe shpirtërisht me ta, ndërkohë që pas zbritjes së ndëshkimit tek populli Nuhit alayhi salatu wassalam, Nuhi alayhi salatu wassalam e ka rujt lloj njerëzor pas shkatërimit të parë në tokë. Andaj është baba i dytë i njerëzimit dhe baba i tretë i cili e ka rujt fejen, dinin, moralin, imanin tek njerëzimi është Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj njerëzimi ka këta 3 baballar. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur këto pejgamber në Kur'an shumë. Sot me lein Allahu te bareke ve teala do të flasim për rëndësinë e të folurit për Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Nga se ne të ndërum xhamat e kemi pejgamber Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ne jemi xhamati Muhammedit dhe ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Atëra parashtrohet pyetja, se do të përgjigjemi sot kësaj pyetjeje. Nëse ne jemi ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, pse Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu na ka zbrit në Kur'an jetëshkrimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Pra pse ne duhet me mësu për Ibrahimin kur e kemi pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Andaj kësaj pyetje do të përgjigjemi sot me lejen e Zotit Xhelle Xhelalu. Përgjigjja e përgjithshme e cila është se Zoti në Kur'an na ka obliguar dhe ai ka folur për pejgamberin e tij Ibrahimin alayhi salatu wassalam. E pse ne si musliman të cilët i besojmë Kur'anit e që ne kemi shariatin e plot, Muhammed alayhi salam ka ardhur me ligj të plot, me fe të plot. El yawma akmaltu lakum dinakum. Unë sot e kam përsos për juve fenë e juve. Atëherë çfarë na duhet neve Ibrahim alayhi salatu wassalam? Do të përgjigjemi sot me lein Allahu te bareke ve teala. Nga se mund dikush thot, na e kena Muhammed alayhi salatu wassalam, cila është dobia e njohjes së detajeve të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, do ta shohim se ne kur mësojmë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe çdo pejgamber të përmendur në Kur'an, ne në realitet vetë mësojmë për Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në realitet jemi të mësuar për fenë e këtij pejgamberëve, nga se feja e gjithë pejgamberëve është Islami. Dini i këtij pejgamberëve është Islami, tauhidi Allahu subhanahu wa taala. Mirë po dallojnë personalitetet që kanë ardhur në histori e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është vula e tyre. E para të ndëruar xhamat që duhet ta kemi parasysh është se çdo pejgamber ka ardhur me 4 baza të imanit, me 4 shariate. Shariati i parë është imani. Shariati i dytë është morali, shariati i tretë është ibadeti dhe shariati i katërt është çfarë? Është ligji edhe dispozita e marrëdhënieve mes njerëzve, shitje, blerje, prona, trashëgimi, ndëshkime, shpërblime e kështu me radhë. Këtë pejgambert e Zotit alayhimus salatu wassalam pajtohen 3 parat, veç e 4 ta dallojnë. Që i bie çfarë? Këtë pejgambert kanë ardhur me të njëjtin iman, këtë pejgambert kanë ardhur me të njëjtin moral, këtë pejgambert kanë ardhur me të njëjtin ibadet, ku dallojnë veç dallojnë te e 4-ta. Për shembull, ka mundësi një pejgamberit me zbrit zeqati më pak se tjetrit. Ka mundësi një pejgamberit me kanë shitblerja pak më e dalluar se tek tjetri. Ka mundësi sadakaja me kanë pak më e madhe te një pejgamber se tek tjetri.
ka mundësi një pejgamber me pas një mënyrë të veshjes, tjetri e ka tjetër. Andaj, ajo që ka dallojnë pejgambert është vetëm ligji i cili lidh njerëzit në mesvetin e këtë dunja. Sa i përket moralit, imanit, ibadetit, këtë janë njësoj. Që i bie çfarë? Se ne kur mësojmë për një pejgamber, në realitetin na do mësoj për këtë pejgamber. A do ta shohim me lejen Allahu te bareke ve teala se si çdo pejgamberi, Zoti i Madh xhelle xhelalu ja ka marr besën me i besu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Por çfarë arsye? Se çdo pejgamber, çfarë do ligji që i ka zbrit në librin e tij, në shpallin e tij, Muhamedi alayhi salam e ka edhe atë, edhe shtesa. Por këtë arsye është përsosmëria dhe përsosuria më e mirë e gjitha feve që kanë zbritur pejgambert është te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pajtohen gjithë pejgambert në 3 pika, e do shohim sot me lejen Allahu te bareke ve teala, dhe dallohen te cila, dallohen vetëm te e katërta, e cila është shumë pak, e cila është shumë pak. Dhe shariati i pejgamberit alaihi salatu wassalam 13 vjet në Mekke nuk ka zbrit asnjë ajet për shariatin e katërt. Çfarë i bie kjo? Ka zbrit vetëm për iman, akhlaq, ibadet, dhe s'ka zbrit kur gjë për shitje dhe blerje. S'ka zbrit as alkohol, as mbules, as kur gjë. Pse? As ka fol për kamatën, as për bigjozin. Për çfarë arsye? Se kjo ka qenë në Medinë. Kjo ka qenë ndërtimi i shtetit. Por këtë arsye do të shohim me lejen Allahu te bareke ve teala se në mësimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ne i mësojmë 3 pjesë të fesë të mëdha, edhe ajo është imani, 1, morali, 2, dhe 3 ibadeti. Andaj Allahu subhanahu wa taala pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, sa i përket pejgamberëve të tjerë, asnjë ajet nuk i zbret se në fenë e ty nuk kanë çështu shariati i katërt, veç 3 të parat. Ma e men këta shumë rëndësitë në rrumë gjëmat. Andaj, lezoje gjdo ajet në Kur'an, nësa është mu i Kur'anit, ki me pasë gjdo pengamber që ka flitet për ta, flitet ose për imanin e ti, ose për moralin e ti, ose për adhurimin e ti. E qka jetë për shemull, qishë kanë dhënë zëqatin kone Ibrahimit a.s. S'na ka zënë Allah, e kam shelë këtë kapitull. Pse? Se e kini ju shëriatin e Muhammedit a.s. Po këtë arsye të ndëruar xhamat, është shumë rëndësi që ta kuptojmë se në fenë e pejgamberëve është më rëndësi që të rrënjoset themeli me këto 3 shariate. Ndërsa e katërta ka mundësi mos zbatu, edhe ka mundësi mos zbatu. Ja për shembull, sot kur ku në dunja nuk zbatohet shariati. Shariati i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka zbatuar në Medinë. A i bie kjo që muslimanët nuk janë musliman? Jo. Pse? Sa ata të parën e kanë, dytën e kanë, tretën e kanë. Cila mungon? E katërta. Pse mungon e katërta? Për shkak rrethanave. Domethënë me ranjën e shtetit dhe perandorisë osmane, nuk ka mos zbatim të ligjit. Po ligji nuk ka shariatik. Po çfarë ka? Ka musliman që falen, agjërojnë, japin zeqat, bojnë hax, mirë, po të katërtën sune s'kan mundësi me zbatue. A i bie kjo që s'janë musliman? Jo, do ta shohim sot me lejen Allahu te bareke ve teala. Sa i përket parës së ndëruar xhamat, shumë prej muslimanëve fatkeqësisht kur lexojnë fen dhe kur mësojnë për fe, mendojnë se imani o i ndan pi moralit, ibadeti o i ndan pi akhlakit, ibadeti o i ndan pi imanit, imani është i ndan prej ibadetit. Ndërsa në Kur'an gjithmonë ishte të trihet me nivel. Sikur kur flet për njërin, flet edhe për tjetrën. Dhe në këtë kontekst do ta kuptojmë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa ala millati abina Ibrahim, dhe na në milletin e babës ton Ibrahimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo sabah ka thonë kështu: asbahna ala fitratil islam. Vini re këtë hadithi. Wa kalimatil ikhlas. Wa dini nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana mushrikin. Çdo sabah e ka vë. Sikur që tham ti çdo shahadet dhe shahudet thua Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed në tashahudin e dytë. Pejgamberi sa çdo sabah dhe çdo akşam çka ka thënë? O Allah, u zgjuam, u gdhim në fen e pastër natyrës, pastër të Islamit, në fjalën e çiltërt shahadetit, në fen e Muhamedit dhe milletin e Ibrahimit. A janë këtë këto një? Jo. Fitra, çetërshka, dinja, çetërshka, ikhlasi, çetërshka, milletja, çetërshka. Çish do t'i kuptojmë? Do ta shohim me studimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, e kuptojmë çka millet, çka din,
çka fitra, çka moral, kredo të shohim me lein Allahu te bareke ve teala. E para të ndëruar xhamat, çdo kush ka I beson Allahu subhanahu wa taala, imani I tij goa në zemër. Nuk shifet kur gjapi I tij. Që do më thonë, na pa e thonë I besojnë Allahut, a mund a shaj dikush? Jo. A mund gënjem? Po mund gënjem. Ka munafika gënjem. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Thot Allahu subhanahu wa taala, prej njerëzve ka që thoni kemi besuar Allahut dhe ditës së gjykimit, ama ata s'janë të besuar. Që I bie se njeri mund të thonë I besoj Allahut, po sa ti besu? Çish e vorrejm? Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala me shenjat të moralit dhe ibadetit. Apo kur thot një njeriu I besoj Allahut, pejgamberëve, librave, melekëve, ditës kiametit, kaderit. Që kjo ku e ka venin? Në zemër. A e pa dukshme. Do më thonë imanijat, ata që ka janë timanit nuk duken, janë zemrës. E mirë, qysh vjen shëriati dhe drejton ty në zemrën tane, kura nuk mujna me e prek ata? I prek karakterët dhe ibadetet me këta të regulon tije atje mrejna. Pa këta syet të ndërum gjëmat, nuk është e mundur një njeri me I besu Allahu Gjelle Gjelalu në zemër dhe akhlaki ti me dal gabim. Qysh mundet kjo? Por shembull, nuk mundet pin zemër me kanë burimi ujit taman kur dhene ti ngot me dal idh. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi këtu me pas lule kur del jashtë ndor, del therr. S'ka mundsi. Nëse ki besu lule, ka me kanë lule. Nëse ki mell lule, ka me kanë lule. Nëse ke mell idhtin, ka me dal idhtin. Andaj, imani nuk shifët. Shihen dy gjëra tjera. Akhlaki dhe ibadeti. Dhe e fundi cila ligji juridik I cili zbet si cilit pejgamber në bazë të vendit ku ka jetu, sepse vendi ndikon shumë në çfarë? Në zbritjen e ligjit. Do ta shohim. Edhe nxehti ndikon çfarë ligji me zbrit. Do ta shohim pastaj si Allahu veneve më të nxehta ju ka zbrit çetër sheriat, veneve më të ftofta ju ka zbrit çetër sheriat, se ata çetër njerëz janë këto. Këto janë më nervoz, këto janë pak më të vëllëditshëm, se këto jetojnë me ftoft. Do ta shohim pastaj me lein Allahu te bareke ve teala. Në Kur'an të ndëruar xhamat, Allahu subhanahu wa taala shpesh herë moralet, karakteret I quan me emrat I imanit. Në surën Al-Hujurat, ajeti 10, thot Allahu te bareke ve teala, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët dhe vetëm besimtarët janë vëllezër. Të ndëruar xhamat, vëllezëria a ka të bëjë me imanin ajo? Në basë Kuranit është vetë imani. Madje Allahu subhanahu wa taala ka përdor innema është mjet për forcimin dhe për kufizimin e shprehjes. Pra veç që ta janë vëllezër. Që I bie çfarë të ndëruar xhamat? Se Allahu subhanahu wa taala vëllezërin e ka quajtur imanin vëllezëri. E vëllezëria me çka ka të bëjë? Nëse ti e çel kapitullin e imanit, çka lip me mësua ti vëllezëria? Se ka të bëjë me imanin. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Në Sahihun e Muslimit, nga Ebi Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk do të hyni në xhenet deri të besoni. Allah na mëson me besu ya rabbal alamin. Pastaj ka thënë: wala tu'minu hatta tahabbu. Po nuk keni mundësi me besu deri ta duani njëri tjetrin. Lidhni këto gjëra të ndëruar xhamat janë shumë rëndësi. Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin alayhi salatu wassalam na e ka treguar imanin e tij, tauhidin e tij, moralin e tij, ibadetin e tij në këta me një vend. Këtë këto me një fjalë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." A t'ju tregoj për diçka që nëse do ta bëni, do të duheni në mes veti. E pse duhet mu dasht? Për me besue. E pse duhet me besu për me i në xhenet? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Afshu as-salama bainakum." Për hapni selamin në mesin e juve. Për këtë arsye të nderuar xhamat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fut imanin në dashni, e dashnia ka të bëjë me moralin. Pastaj ka thonë nuk mundi me i në xhenet pa besue. Pastaj ka thonë s'mundi me besu pa e dash njëri tjetrin, atë ju uletoj pak qysh me dash njëri tjetrin, ka thonë jepni selam. Si doni me edita, a e ki pa dikush kurse do dikan gjëja e parë që mirët alamet që sa të dash se përshëndet. Qysh me edit na që dikush se do dikan sa të përshëndet. Kur s'përshëndeten di musliman, çka argumenton? A i mundet si cëlli me thonë unë e valla muslimani më mirë. Jo, masi se përshëndet nuk je muslimani mirë. Edhe anas jeltas. Po këta suje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë dashnin pjesë të moralit, moralin pjesë të imanit, imanin domosdoshmëri kusht
për me hinë xhenetin Allahu te bareke ve teala. Dhe vini re të ndërum xhamat, kur e ka mohuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njeriu moralin, në realitet e ka përdor nuk mundesh me besue. E kur i thush dikujt ti ki problem me moralin, edhe ki problem me besimin. Na i dim kjo besim, kjo është iman. Ama pejgamberi sa gjithmonë e ka përdorur me një term, se si mos ta ketë sa se ka as këta. S'ka mundësi me pas njani moralin e prisht, imanin e mirë. A ka mundësi qështu? Jo, për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka përdorur këtë term. Dëgjoni këtë hadith tjetër, të cilin e ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu vesselam bazën e imanit e ka bë çfarë? Moralin. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Bara ibn Azib radhiyallahu an, thot, kemi qenë ulur me pejgamberin alayhi salatu vesselam një ditë prej ditëve dhe na tha në mezhlis: "Eju ura al-islami awthaqu?" Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam: "Cila është nija më e fortë e Islamit?" I pyeti sahabët. Dhe e ka përdorur këtë pejgamber alayhi salatu vesselam mënyrën e pyetjes për t'i zgjuar vëmendjet e njerëzve. A e keni pa dikan për shembull kurse ajo komod. Vetë për shembull një detyrë. Për shembull nxansin kur do ti më provoku pak, e i thua po mëson mirë apo e vjen me pyetje përgjithshme. Ja ban një pyetje. Cili është kryeqyteti i këtij shteti? Tash pak e ngushton, apo. Kallzon me tabelën e shumëzimit edhe i hub sateliti krejt buzulla. Sidomos këto brezave të ri, apo të sa janë mësuar me kalkulatora, me çata kështu me radhë. Po këtë arsye kur e pyet e ngushton. Apo se njeriu kur spytet, apo pse ditën e kiametit për me hinxhin atë do të më pyetni ka dalë. Kemi marrë llogari. Kur të mirësh llogari, atëra hupin këtë filozofiat. Jet vetëm ajo çka ti e di. Andaj çka tha alayhi salatu vesselam, kallzomni cila nija më e fortë e Islamit. Cila nija më e fortë e Islamit? Than disa pi sahabeve: namazi ya Rasulullah. Namazi ya Rasulullah. Qal hasanatun wa ma hiya biha. Ka thënë alayhi salatu, kjo punë e mirë, punë shumë e rëndësishme, po s'është nija më e fortë. Nuk është nija më e fortë. Qalu az-zakat. Than disa pi sahabeve: ya Rasulullah, zakati? Tash po mundon me ia çulluë. Tha mos i s'kana namazi, kana zekati. Tha hasanatun wa ma hiya biha. Është zekati punë e mirë e fesë, është shtyllë e fesë Islamit, po nuk është nija më e fortë e Islamit, edhe imanit. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk është ajo. Qalu siyamu Ramadhani ya Rasulullah. Than agjërimi Ramazanit ya Rasulullah, është kjo shtylla më e fortë e imanit. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, hasanun wa ma huwa biha. Është e mirë kjo, ama nuk ajo është që më të lipune. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk është ajo. I than, ja Rasulullah, haji? Është haji më e mira? Than, haji ja Rasulullah. Tha, e mirë është haji. Punë e mirë haji, s'është ajo që kem të lipune. Wa ma huwa bih, s'është nija më e fortë e imanit. Qalu el jihadu ja Rasulullah. Than jihad ja Rasulullah, lufta në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Qala hasanun wa ma huwa bih. Tha po është e mirë dhe kjo puna, ma nuk është ajo që kem të lipune. Nuk është shtylla më e fortë e imanit. Qal, atëherë tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, pse i pyeti kur e ka ditë se s'mundem ja çullu? Që kur ta morrin xhevabin me e majt men sa herë. Se thot se pa ta ditë xhevabin, kur e mora kur se harroj. E keni pa kur të vet dikush se di, nuk e di dhe kur ta merr xhevabin thua mos e harroj kur. Pse? Se nuk e dita. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, inna awthaqa ura al-imani an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Nija litari ngjitësi më i fortë i imanit është me dashur për hir të Allahut dhe me urrejt për hir të Allahut. Kjo me çka të bëjë? Dashnia dhe urrejtja. Me çka të bëjë? Me moralin, me akhlaqin. Atje shifët dashnia. Shiu sunem shenjeri dashnien, sunem shenjeri urrejtjen. Nëse të vetë ti dikush kështu, a urrejn tim midis ditës me hangër buk, valla po e urrej këta, e urrej. Se du me ninue. A urrejn ti alkoolin, po dhe e urrej. Apo, a e don çdo punë që e do Allah, po çdo punë që e do Allah e duhe. Pse e urrejm zinan, se Allah e urrejn. Apo, por këta si e të ndërum xhamat. Moralisht njeriu, nëse bie në zina, ma e keqe se që kjo cila, njëni thot, a ka ma të keqe se me ranë zina? Po ka edhe një me e keqe. Cila ma e keqe se me ranë zina? Me besu se zinaja nuk ka kur gjo. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt gjunaqarëve që kanë ranë kone vetë në gjuna, pse njani ja ka fol me tëube, njani me namaz,
njani me ndëshkim, ka pi alkool, ka marrë dënimin, njani me gurzim. Mirë po krejt ju ka thënë këte janë besimtare e dojnë Allahun e pejgamberit alayhis salam. Sepse ai ka ra nga epshi, jo nga morali. Çka i bie nga morali të ndërum xhamat? Nga morali kur e çel shtëpinë publike thu kur gjanon ka kjo punë. Nga morali, me ra moralisht komplet, cila nuk ka vesh me ba zina. Njeri mund me ra zina i hik shikimi, so është njeri, apo? Ama kur thoje, po çka, po mira me do, mu desh ketut me dal desh. E këtu mo kemi bëjmë me çfarë? Këtu ka prish njerit kitë komplet besimi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i numërun veprat e mira, tha këtë mira janë, ama ajo çka e ma imanin cila kur ti e do të mirën bazë dhe urren të keqën bazë. Dhe këtë këta e banë për dirë Zotit të bareke ve teala. Po këta si vetë ndërum gjëma, do të shojmë në Kur'an. Pse pi përmejnë me qëto? Se na kena me pa të Ibrahim a.s. një për shtillave më të forta të imanit, të ajë cila ka qenë me dash për hirtë Allahut dhe me urrejt për hirtë Zotit Gjelle Gjelalu. I ka dalë punë me babën e vetë, i ka dalë punë me mbretin, i ka dalë punë me ministrat, i ka dalë punë me njerëzit mëdhoj. Këtë kjo për çfarë? Për hirtë Zotit të bareke ve teala. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi që ka nxjerr Imam Ebu Davudi e ka përkufizuar imanin në moral, në akhlaq. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Transmeton Ebi Umamete radhiyallahu an nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë hadith: "Men ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Ka thënë alayhi salatu wasalam, kush do për hir të Allahut dhe urren për hir të Allahut, i jep për hir të Allahut dhe e nal dorën për hir të Allahut xhel xelalu, ky e ka plotësuar imanin komplet. Allah na plotësoft imanin ton ya rabbal alamin. Të ndërum xhamat, është shumë më rëndësi që nga figurat e pejgamberëve, nga personalitetet e pejgamberëve ta nxjerrim imanin tërsi, jo çka të na konvenoje. Sepse që kjo po na nxjerr neve musliman të deformum, musliman të paralizum, musliman mirë po nuk ka i kompletum. Çuçi bie nuk ka i kompletum, se ka marrë diçka për imanit, ka lënë një pjesë të madhe. Andaj ai i cili nuk e ndërton këta me hir të Zotit xhel xelalu, me dashat çka duhet dhe me urrejtat çka duhet, s'ka mundësi me mësu pi pejgamberëve. Ai s'u merr pi Ibrahimit kur gjë. Na smuna me mor pi Ibrahimit alayhis salatu wassalam, për shembull, ai o kon që ka njësu Allahu subhanahu wa taala. Ama njani nuk di musil me babën e vet. Për çfarë arsye? Sepse Allahu ja një sure komplet, sure Maryam, na ka kallëzuar se ka pas probleme me babën e vet. Ky i cili ja kon baba i pejgamberëve, apo na ka kallëzuar çish ka fol. Asnjëherë popullit të vet si ka thënë, ju jeni të devijum. Po gjithmonë ka fol për emrin vetor une. Ha? Çish ka fol për emrin vetor? Ka thënë me bë çka të punë unë bona i humbur. A çka ka dosh më thon? Tërthorazi ka dosh me thon, ju jeni të bon, ju jeni të humbur. Apo, për shembull, ti e shani njëri që piraki. Ka disa mënyra për me çortu ata. Mënyra me parë mi thon, o pianec. Jo më e keqe që e bojnë plot për njerëzve. O edhe me pianec është. Apo, tjetra cila mi fol për rakijën son e keqe. Pa ja kritiku personalitetin. Me thonë, po zban valla se ti nuk ka, ti stakon me pi, kjo mënyrë tjetër. Ibrahimi cilën metode ka përdor? Ha? Ka thonë, të kisha piju në raki, e kisha u budhun. Kisha piju në raki, isha koni devijum. E qa të thonë, realisht, qka të thonë? A të thonë, ju qka e pini një devijum, po sa të ju thonë me për emrin drejt për drejt. Për sfera syje, që mos t'ju shkoje se njeri kur t'i thush, ti e devijum e largohet. Ka dash me majt aty, rrit. Unë jam të folën për emrin vetor. Kur fol njeri për emrin vetor i vjen ma let. Për shembull thot, kisha deviju une, thot ti fol për veti. Për këtë arsye, shiko, Ibrahim alayhis salatu wassalam në transmetimin e imanit e ka përdor moralin e tina. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka zgjedhur si baba i pejgamberëve me të cilin është plotësuar në fund feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndëruar xhamat, kur mësojmë për iman, kur mësojmë për tauhid, kur mësojmë për islam, për ihsan, ne në realitet jemi të mësuar në vetë thelbin e moralit. Në vetë thelbin e moralit. Do gjone këtë transmitim tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në realitet nga shokët e pejgamberit alaihi salatu wassalam, hadithi që ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tina, nga gruaja e pejgamberit alaihi salatu wassalam, Ummu Salama, e bia e Umayya ibn al-Mughiras, e cila ka emigruar në Abesini, tek Nejashiu, kur kanë hik prej kujna, prej paganëve në Mekke. Dhe hadithi është shumë i gjatë, neve na duhet vetëm një pjesë, që të kuptojmë të ndëruar xhamat, se kur mësojmë për pejgambert, mësojmë për imanin, moralin dhe ibadetin. Edhe pastaj ma vonë vjen ligji legislativ, juridik.
Dhe nëse e kthejmë nga ana tjetër, ne nuk kemi mundësi, për shembull, a mund të paramendu njanit mi arenit vetëm ndëshkimet në islam. Nëse vjet ta pret dorën, nëse ban zina dhe i martum të gurzon të mit me guri, apo nëse pirakit të jep 80 shkopi, edhe veç janë numëron këto, edhe çka thot, kur s'du me një qëtu, a i me mirë këtë me bo që ta me bashkë që ta. Njerëzit nuk i ndojnë ndëshkimet, mi po përgjëm nuk e ka njës që knejna. Ka ja ka njës, e ka një njerë shtilën e imanit, themelin e imanit, pasaj fund ndëshkimi vjen në fund vjen ndëshkimi. Apo, andaj të gjëre këtë transmetim nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon Seleme se kur kanë pas vështirësi në Mekke, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, shkoni në ku? Shkoni në Abesini. Dhe atje e keni një mbret të drejt. Atje inshallah keni më kanë të lirë. Atje inshallah keni më kanë të lirë. Thot Seleme, shkum në Abesini. Dhe patëm sinësi të mirë, komshillëk të mirë me mbretin që na e sugjeroi pejgamberi alayhi salatu wasalam në Gjashiu. Dhe ki në Gjashiu në fund e ka pranuar Islamin. Sepse të ndëruar xhamat, sikur që ka thënë Khadija radhiyallahu anha, një njeri i cili si ti ya Rasulullah, o Muhammed, e ka këtë moral, s'munët Allahu me humb. S'munët Allahu xhelala me humb. Andaj në Gjashiu i cili kishte pas moralin e mirë, i cili i priti shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në emigracion dhe i strehoi ata, çka ndodhi në fund e pranoi Islamin. Dhe pejgamberi sa më tha, t'ja falmi xhenazën këtij vllaut ton i cili ka ndrujet pin Medinë, i ka lemruar Allahu subhanahu wa taala. Thot Seleme, ishim të qetë, falnim namazin, adhuramin Allahu subhanahu wa taala në siguri e marrë prej në Gjashiu. Thot, askush nuk na ngucte, askush nuk na provokonte dhe askush nuk na fliste diçka e cila na shqetësonte, për dallim nga Mekja. Thot, kur e morën vesh se jemi rahatue në Abesini, e banën një kurth me kelit. As lojnë rahat edhe kur t'ik që tërkun. Kështu janë njerëzit të këqi. Leje që të fshi e mën Mekja, e ka shku në Abesini, leje rahat. Jo, i kanë qu dy delegat Quraysh. Dhe për e tyre Amr ibn Asin, para se me qenë musliman, radhiyallahu anhu wa arda, ma vonë. Ka shku të në Gjashiu dhe ka ndash me polemizu, me ingrej këta dhe me i këthite familjet e veta dhe me torturua. Atër që ka ndohë të ndërum gjëmat, edhe ju cakton një bised publike në Gjashiu. Thot, pse ki arti? Thot, ku marë mi morë. Pse ki arë mi morë? Thot, se këtu janë rebella, këtu janë njerës të zetë kanë bo probleme të na. Atër thot, dëshmoma që kanë bo probleme, edhe i thirë kitë priftat e vetë. Edhe fillojnë me bo debat me Amr ibn Asin. Muhabeti është i gjatë, shkojmë shkurt. Atër thot Seleme, i thirin e Gjashiu krejt priftat e vetë. I hapën mushafat, injilat, këtë biblat e veta i kanë hapë, ky po folë, këta po folin, ky pi përcjell. Në Gjashiu, në midis po gjikon. Thot, dhe i tha, ma hadha ad-dinu alladhi faraqtum fihi qawmakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam. Në Gjashiu ul karrike, i qiti pritat përpara Amr ibn al-Asin me dostin e vet dhe muslimant pipyt, çka jeni ju? Çfarë feje keni? Vini re, çfarë feje keni? Çu do apsona miletin e Ibrahimit? Cilo mileti Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Atëra çfarë tha? Qalet fa kana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib. E ati i cili ju dha fjala prej anës muslimanëve me mbrojt Islamin ishte kush? Djali vllavit pejgamberit djali i Haxhit pejgamberit alayhi salatu wassalam, Ja'far ibn Abi Talib, vllavi i Aliut radhiyallahu anhu. Çka i pyeti në Gjashiu? Tha kështu: çka është kjo fe e juve, me të cilin jeni dapi popullit juve? As të nas kini hin krishterizëm, e as në fejnë e babalarve t'juve s'kini nejt. Ka dhëmë qëfar feja o kjo? Pytje. Dhe ka thanë, i jeni dalu prej feve të gjithë globit. As një fej nuk ka si e juvja. Islami, për të cilin ju po pretendoni. Thot Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ejuhel melik. Vini rejtë të ndërum gjëmat mesajin. Ejuhel melik. E kam su për nga mbele alayhi sallam këtë moral. O ti mbret, qafiru kom. Sikur që i ka shkujt për nga mbele alayhi sallam mbretit të Romagve, Hiraklin. Ila Hirakl adhim Rum, dërte Hirakli ma i madhi Romagve. Pse? Se ti paramenon mbretit mi vol, o i vogël,
Ja? Allahu gjana ka zënë në Kur'an se pa besimtarët janë të vegjël, negjis, apo janë të ndyrë. Mirë po, ti kur i drejtohesh ati, o i ndyrë, po e kish mshel debatin ai mo, s'ka më debat. Ka thonë ejuhel melik, o ti mbret. Në ditë me forza e mbret. E lafi shkon atin, shkon koka në ekzekutimin e tina. Ka thonë o ti mbret, kunna qaumen ehle jahiliye. Nëna kon njerëz jahiletit, ignorant, kur gjën s'kena ditë. Vini re, e ka përshkujt një herë të keqën, pastaj ka kaldu çka është Islami. Ka thënë na'budul asnam, adhuronim idhuj, gurzi. Wa na'kulul mayta, e hanim coftinën, cofke, kafshën e hajshmi. Pastaj ka thënë wa na'til fawahish, dhe bënim zina pa kontroll. Vini re të ndërun xhamat. Xhaferi sa të fol për veti, ato fol për shoqërinë. Dhe lejohet njeriu me vol në përshkrimin e shoqërisë. Kur thojnë ana për shembull, jena desh cullak, nuk e kam unë për qëllim që unë jam desh cullak as ti. Po shoqëria jona desh cullak. Kur thojnë ana, jena tu lut kazino, se ka për qëllim që unë jam tu lut. Po është për qëllim që shoqëria tu lut. Andaj çka ka thënë? Kena bo zina, jo unë. Arab jahila. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë wa naqta'ul arham, dhe s'kemi mbajt lidhjet farefisnore. Dhe nuk kemi mbajt lidhjet farefisnore. Wa nusi'ul jiwar, dhe kemi dëmtu fshiun. S'kena pas kur far hakit e kushia. Ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if, i forti e han të dobtin. Kush ka kon më i forti, çka ka kon më sigurt të na. Apo sot të na kush e bën ligjin? I forti. E i dobti janë i dopt. Edhe mendimin e ka dopt. E jo kështu të ndërum xhamat. Apo dhe fatkeqësisht kjo ka hyrë te musliman. A ka takat, a i munët, apo? Po ti pse munësh, do me thonë që e ki mirë. Muhamedi a.s. Mekkes ka mujt, po a i mire ka pas. Ebu Gjehli ka mujt, po keqe ka pas. Dhe sot plot për muslimat thot, unë kam takat, unë bëj sharr. Po ti ban sharr, po ti sharazi, nuk i e maj forti, nuk i e maj miri. Andaj sot muslimat i kanë përzi kablat. Thot mas i muj, unë e kam mirë. Jo beze, ata rebibjet që ata të zët kanë kuvet, edhe janë zullumqarat të mirë me pas. Nëse te e forca del ligji, ata ribe Nemrudi më konë hak, Ibrahim e së më batil. A më nuk ka që ashtu të nërum gjëmat. Se e vërteta e nda me pi forcave. Për këtë asyja Allahu subhanahu wa ta'ala, qëfar? Imson të pengambar që të amësoj njëzin moralin. Qëfar ju tha? Thot Gjafer ibn Abu Talib. Thot, i forti haj këtë doptin. Fekunna ala dhalik, qështu kene jetu për kohë të gjatë. Hatta ba'ath Allahu i lejna rasulen. Deri sa Allahu na e dërgoj një pengamber, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nipin e Ibrahimit alaihi salatu wassalam. Ba'atha ilejna rasulen minna, na e dërgoj një pengamber pi neve, pi familjes ton, pi rrethit ton. Vini re çfarë përshkrimit të ndëruar xhamat. Na'rifu nasaba, ja dim familjen. Pse ja dim familjen? Kupton e mirë këtë punë. A mundet me ka një pengamber pa babë dhe nanë? Qa ty, ku me ditë ku kalim? Ndo me kanë morë. Kopilo, a mundet më kanë pengamber? Jo. Pse së mundet me kanë? Se ku ka vembe kjo? E kjo vezër për ju ndohë plot për njerëzve. Unë se një këtë për shumë i mirë kana. Qyshme se unë i marë dinin për këti se një kusha. Pa ja dit detalj, familjen komplet mos marë dinin për atina. Sepse aj me pas shkoni mirë, i shkoni mirë të familja vetë, i shkoni mirë të rrejthi i vetë. Së mundet një njeri komplet i panjohur. Te muhadithat, te ata që ka transmetojnë hadithe, pi zinxhirit hadithit, një njeri mos mu njoft be hadithi. Pse? Ku? A mund është e paramenu një halkë mos me të punua? A mund është ti me thonë, 3 guma bolli kokerri. Që ishbe 3 guma? Ku do me shku me 3 guma? Po habesha për një, po për një bus heca jo. Pa tjetër me konë ketë komplet. Shiko që ka thonë Gjafer ibn Abu Talib. Ka thonë na'rifu nasaba, ja dim detalj familjen dërë të Ibrahimi a.s. Pas e ka thonë wa sidqa, dhe e dim si së rejnë kur së rejnë ma besnik se Muhammed a.s. dhe Ibrahimi a.s. në tokë njëri s'ka zbrit. Në tokë njëri s'ka zbrit. Andaj Allahu Gjellola i ka përshkujt me këto vlera morale për të na tregu neve se kur të mësoni për pejgambert që të trija lipni: imanin, moralin, ibadetin. Pasaj ligji është i gjykatësve. S'përkat ty ajo. Thot Gjafer ibn Talib, ja dim familjen në detalj, ja dim sinceritetin dhe besnikërinë në gojë, si që flet në detalj, wa amanete dhe amanetin. Kur nuk të hanë amanet.
Pas e ka thonë wa afafa, dhe moralin e tina. E dim çfarë njeri o, sa i sjell çmo, sa i moral çmo. Fad'ana ila Allah, na ka thirr për të Allahu. Linuwahidahu, na ka thirr të Allahu i madhruar që ta besojmë një. Linuwahidahu është tauhidi. Wa na'budahu wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una. Na ka thirr me Allah, me adhuru Allahun një. Vetë Zotit me bëj ibadet dhe me e zhvesh vetëm për gjithë shkaje që e kanë adhuru babalart e tonë për shirkut. Vini dhe, pasaj thot, prej gurzive dhe putave, që kjo feja bazë, me adhuru Allahun një dhe me e zhvesh vetëm për zhëlloj shirkut. Pasaj ka thonë, wa emara bi sidqil hadith. Të ndërum gjëmat, Allah s'ka zbit kur farë shëriati në Abesini janë konë. Shëriati ka zbit në Medine. Këta s'kanë haberin që ka ndodhë në Medine. Këta janë në Abesini. Me gjitha ta, me qatë iman që ka e kanë mësun me këtë ka ik, shikos që të folë me në gjashijun. Që shpar bisejtë e parë. Që ka feja? Feja është. E ka përshkuj njerë gjajletin, pasaj shiko. Ka thënë me adhuru Allahu një. Mos mi ba Allahu gjelare shok. A ka zbitë një liqë? Jo. Edhe pak. Sepse pjesë i madhët është edhe morali. Pas e ka thanë wa amara bi sidqil hadith, na urdhron me fol drejt. Të ndërum gjëmat, kur e mëson imanin, s'është e mundur me ta mësu dikush lejohet këtë me rejt, qafira. A kuptoni çfarë deformimi bojnë ana? I besojmë Allahut i cili s'rejnë kur, edhe vjen thot, a bano gjë mi ashlu pak qitina? Cëllin islam o vëlla, s'ka kuptim kjo mo. A kupton tash mbretja të vetë, qëfar feje be kini? Feja jo në madhuru Allahu një, më zbibo shirkatina. Veç që kash? Jo. Wa amarana bis sidqil hadith. Apo, a mu që para menu tash kështu mi pastan në gjashijut. Mu më lejot pak me të rënjë tije. Shë ish morë veshmo. A ish prashnu islamin? Wa amarana bis sidqil hadith. Në ka thonë drejt me kalzue. Për këta sytë të ndërum gjëmat, të feja e pengamberve, këto trija mani men, imani, morali dhe ibadeti nuk putën. Aj qka e ka këput fejën e vetë. E ka këput fejën e vetë. Thot Ja'far ibn Abu Talib radhiyallahu anhu, wa edha il amana, dhe në ka thanë me qu amanetin ven. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ik pi Mekkës, të ndërun gjëmat, ja i ka pas do paret paganve. Ata kanë dash me vra, 200 deve i kanë dhanë kush e zë. I ka thënë Aliut radhiyallahu an, unë po iki ti rri, unë po shkoj në Medinë, ti rri vjen ma vonë. Nëse vinë me ti lip parët që ku i kije. A mund që para menu të ndërun gjëmat, mera këtë skenë që ta kuptoj shka i bje iman, so veç lavgoje, so veç une e kam të pastër islamin edhe mo mu më lejot, kanë du me mashtru, kanë du me rrejt, kanë du me vjedh, kanë du mi bot qka du. Jo, sa tërë ki probleme imanin tanë. Qka i tha Aliut, tha që parët ku janë kur të vinë mi morë, jep jau. Bane e sopë kështu, mi dhanë dikush 300.000 euro me të vra tije. Edhe aj shka i ka dhanë që të pare, i ka një 100.000 euro të te amanet, të lanta, ka dhanë Rumi. Edhe ti me ik pitina, edhe mi thanë familjes tane, ku të vene me li parët e veta, jepja. A qaj shka po dhu jepja ka me mvra muë. A e kupton shka i bje moral, moral i bje që kjo. Ani aja të dash me mvra muë, po parët janë tatina. A e kupton që kjo e morali. Mëse pas bashkë shtu, na qa kish mi bo? Hajë të mvrasun tja kësaj parët. Bara me parët e veta po një monat hiki. A mund është me para minuti me talon dikush kerrin. Me talon amanet, ma e që këtë kërë amanet. Dhe i njëti pronari kerit me shpal tyje hasëm, me të vra. Edhe ti mës me përdor kerën e ti për me ik. Pa mi i thanë shpijës shkyre këtë helbet që vjen, jepja kerën. Që kjo moralit të nërru, o edha il emane, me qunë ven amanetin. A e kuptohet të ndërum gjëmat. Pa që to, harroje që kena kuptu islamin. Pa që to morale, pa që to baza, kjo pjesë e imanit to. Kjo pjesë e morale, që kur që tha pejgamberi alayhis salam, fa qad istakmala al-iman. Ai cili e ban sta, ai e ka plotësuar imanin. Pastaj tha pejgamberi tha Ja'far ibn Talib, dhe na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam wasilatur rahim, dhe mi mbajt lidhjet farefisnore. Wa husnil jiwar, dhe musil mirë me komshiun. Madje hadith tjetër ka thënë pejgamberi alayhis salam, s'ka besu njani pi juve. Wallahi s'ka besu njani pi juve.
Pasha Zotin s'ka besu njani për juve, nëse kujshia sa rahat për tina. Shtiru shkat dush, maju qish dush, me ba me thanë kujshia, vallas jam rahat për tina. A be ti thuju nësi e buhrera që ati pari. Jo, ti s'ki lidhim imanin, s'ki lidhim. Kujshia në dëshmitari, ajo vullë, ajo ta e vullën, pa i të njebe shumë mirë, ajo një aban zullum, ajo i bandam, ajo shqetson, ajo e di, ku me dit që tërkush? Ti neve në mash, ti në qajtore ki po, kitë marë mirë. A ma i këshia thot, po, shtira po, a disa damin ma banë mua ki. Po këta sjetë ndërum gjuma, që ka tha? Në fillimët e parat të tauhidit dhe imanit, na ka thanë musil mirë me komshijun. Mirë të ndërum gjuma, banë e kështu e sa. Kur ka thanë për nga nësa midis Mekës, sill në mirë me farefisin e juve, sill në mirë me komshit e juve. Qëfar komshi kanë pas të musliman? Ebu Dherri radhiallahu an thot, unë jam i pesti musliman dhe që e kam rënë islamin, pi Ghifarit, pi në qështë të Arabijës atje. Dhe i ka kalzu Gjafir ibn Talib se ka thonë, pim fillim në kam su musil mirë me kujshien. Po ki kujshia kusha? Ebu Gjehli, Umar ibn Khalef, ki qafira, ki qufaren kënë ato. Andaj të eshe se musliman, kër ka shkun Medine, shumë mirë kanë ditë musil me kujshien, e pësa konë jehudi. Ja konë jehudi, sepse kanë mësu pi bazave të uhidit dhe imanit. Thot Gjafir ibn Talib, wal keffi anil meharimi wad dima. Dhe në ka thonë për nga mbele a.s. që mës me bë amoralitet e as haram, e as me der gjak, me der gjak haram. Pse? Se kjo është pjesë e fejës. Kjo është pjesë e fejës Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe qka në kanë dalu wa nahana an el fawahish, në kanë dalu nga zinaja wa qawli zur, dhe mos me rrejt kur të folna. E para me fol drejt, e dyta mos me rrejt, e kundërta me të kundërta. Kur e kam su që ta? Mekke. A kuptojnë se plot që ka thojnë pejgamberi alayhis salatu wassalam, veç fjallën la ilaha illallah ja kam su në Mekke, ja kam su fjallën la ilaha illallah, në qëto këta kuptu që kjo. Krejta kuptu që kjo, mos me rrejt, musilmin me kujfshien, me marrë lidhe farëvisnore, mrena paketit do konë. Dhe aj që se ka plëcu fjallën la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Wa akli malil jetim, dhe na ka ndaluar nga ngrënja e pasurisë së jetimit. Na ka ndaluar me hangër parën e jetimit. Wa qadhfil muhsana, dhe na ka ndaluar nga akuzimi grave pa hak. Me thonë kjo zinaçar, kruna Zot ose lavire, Allahu na ruaj. Pastaj ka thënë wa amarana an na'budu Allaha wahdahu la nushriku bihi shay'an wa amarana bis salati waz zakati was siyami. Bini rejtani. Ka thënë dhe për fund, na ka urdhëruar me adhuru Allahun një, mos mi bë shok atij kur gjë, dhe na ka thënë me u fal, me dhënë zeqat dhe me agjëru. Kjo është kulmi. A kuptojnë të ndërum xhamat? Për këtë arsye, kur mësojmë për Ibrahimin alayhis salam, patjetër me vënë reflektorat ku në 3 pika: imani i tij, morali i tij dhe ibadeti i tij. Andaj, të gjitha shariatet e pejgamberëve janë pajtuar në këto 3 gjëra dhe kanë debatuar pasaj për të 4-tën. Pasaj do ta shohim pasaj me lenin Allahu te bareke ve teala se si kanë dalluar. Andaj, thot Allahu subhanahu wa taala sura al-Maida, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Cilit popull dhe pejgamber i kemi bë shariat edhe menhej. Shariat edhe menhej. Menhej rruga e njëjtë, shariati dallon. Çka është shariati këtu këtë kuptim? Është për qëllim ligji i cili e drejton çfarë? Atë shitblerjen dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Andaj vëllezër, çdo shariat dhe fe vjen te pejgambert mbas të rrethanës që kanë ato. Nëse o kanë nxehtësi, ftohtësi, fukarallëk, zengillëk, numri i madh i njerëzve, numri i vogël i njerëzve, këtë kjo dallon pasaj çfarë zbresin prej ajeteve. Për shembull, nëse janë një popull 5000 veta, ai s'në zbrat shariat që i përket milionave. Jo rastisht pejgamberit alayhis salam i kanë zbrit shariatet plota se vlen deri ditë kiametit. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, çdo pejgamber është dërguar te populli vet, unë jam dërguar për këtë njerëzimin. Se janë vula e pejgamberëve. Dhe Kur'ani të ndërum xhamat, do të shohim pastaj te Ibrahim sa detaj për detale. Kur'ani të ndërum xhamat ka përmend prej rrethanave dhe dallimit rrethanave shumë në Kur'an. E shati Ademi alayhis salam që të rrethan ka jetuar. Andaj s'ka ligje hiç gati. E shati Nuhi alayhis salam ka jetuar gjithë rrethan në Irak.
dhe ka pak rrethana. E shet Ibrahim a.s. ka jetu në Ur të Babilonit, në Irak, dhe e shet qera ligje ka. Dhe e shet i për shembull Isën a.s. i cili ka shumë pak ligje. Pse? Kujt mi ka zu ligje? Po është nëse të mbesu mua. Po i ligji, a i di kur bën ligji? Ligji vjen kur ti e ki gjikatën, e ki ushtrien, e ki e krejt të rejnët, edhe në fune e prat me selën. Qysh me e prej? Qysh me e prej kur a i sa të më zonë për pejgamber mua, unë t'ja prej me selën. Dhe këtu e kuptojnë a të ndërum xhamat, na shumë prej njerëzve që i ngarkojnë me dispozita, a njeri s'ka ku të zbatoj ata. Ku të zbatoj? S'u beson kurkush mua. Pa këtë arsye të ndërum xhamat, nëse përcjellim në Kur'an, e shohim se edhe rrethana, madje edhe klima ndikon në zbritjen e shariatit. Klima 18 gradë, 20 gradë ndikon. Ajo ku ma flat, o ndryshe, ajo ku ma nxet, o ndryshe. Por shembull të ndëruar jo për shkak se jemi te Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam të ndëruar xhamat ka lind në Irak. Irak çka i bie? Vendi njerëzit. Ka mrinje frik dhe gjithmonë në histori grada Celsius e nxehtësisë më e larta në tokë. 84 gradë Celsius. Shkrinjë është në nudhe, shkrinjë të kerrë, shkrinjë njerëzit. Dhe kjo ja u ban tabiatin me pas pak ma temperament. Apo, e këni pa dhe zërë njeri kura njerëzit, edhe vend dikush për shembull thot, a mësoj na filozofi, po hek mana tana ti une, po jam tu kput pinzetit, ti më kallzu. Sa më shumë detaj çka jep, apo, andaj ti e shef njerëzit se varësisht pi klimës kur vijnë, edhe a shet ti do venet ftofta me shku, kolla njeri. Kit ftofte ka. Apo, andaj edhe ndikon në klima e njerëzve. Shkondin do vende veç shija, ai kit mazon rri. Mazon, së ne shtim e kesh kur qish. Po këta si të ndërum xhamat. Varësisht prej klimës kur vjen çati venit pejgamberi, i vjen edhe shariati. Këtu shariati çka për qëllim? Trijat dihen edhe vjen e katërta mbas kësajna. Për shembull Iraki o vend shumë i nxehtë. Tash edhe një pjesë e Kuvajtit për shkak se në atë kohë kanë pjesë e Irakut, mrin shumë nxehtësi e madhe. Dhe kjo çfarë ndikon të ndërum xhamat? E para ndikon në nerva. Ti prish nervat. E bë komunikacioni, ajo këtë nerva shkon. Apo, dhe ti e shep i dritarës të ushat. Apo sa i dhikër zban. E kështu i shan, këtë kerat meran i shan. Se kjo ndikon pastaj në temperamentin e njerit. Ndikon në shpejtësi. Se njeri do me ikë pinzetit, edhe kjo pastaj e ban pak mas shpejt. Pastaj e ban shpejt edhe me menun krije. Sa i këtë këto ndikojnë në perceptimin e tina. Ja hum durimin. S'ka sabër. Apo, dhe kjo pastaj, ky mos durim ndikon te gjikacat, te mbretni, te ministrit, te krejt ndikon kjo mos durimi. Minjarë be hukmin, minjarë. Andaj të ndërum xhamat këre. Gjithmonë hasmit e pejgamberëve varet pi cilit vend ka ardhur, çashtu edhe e kanë propozuar ndëshkimin atij pejgamberi. Ju e dini çdo pejgamber që ka ardhur në një popull, kur janë përla me atë pejgamber, kanë thënë ta dënojnë. Ata ta dënojnë, derisa e ka dënuar Allahu xhallahu atë popull. Mirë po ti e gjenë përshimë në Kur'an, dallon dënimi që ka kanë propozuar në Irak pi dënimi që ka propozuar në Sham. Dallon dënimi që ka kanë propozuar në Egjipt. Për shembull, merë Irakun, që jemi te Ibrahim alayhis salam. Nuhi alayhis salam ka ardhur në Irak. Nuhi alayhis salam ka ardhur në Irak. Në surën Shuara, thot Allahu te bareke ve teala, qalu la in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin. I ka thonë o Nuh, të ndërum xhamat, shumë më nënësi të kuptojna klimën, nxehtësinë e njerëzve, karakterin e tyre dhe pastaj lexon ajetin. Ka ardhur Nuhi alayhis salam pejgamber, 950 vjet i ka thirr. 950 vjet. Apo, dhe s'kam pranuar. Dikur ju ka ardhur atyre te huna. Hajde ballmo. Ballmo me këtë islam, me këtë tauhid. Për çelën Kur'an të ndërum xhamat. Kur'ani nuk është vetëm për tu recitu, është për t'ia nxjerr kuptimin, çfarë skene u kanë ajo. Çish u ka dukur i ka thënë. Çai ka thënë? Vini re. Qalu la in lam tantahi. Ono. A penal këtë muhabet apo të mismi ngurzi? Ballmo nale këtë muhabet. Shiko, la takunanna min al-marjumin. S'ka pas ato, ajt bëjmë debat, ajt të shtina në burg. Jo, të mismin ven, ha u kri muhabeti. Pse s'kena vak në më murë me ti. Në tejtë, po si sa nëzeta. O 84 gradë, ti të na folë neve këtu, Allah i pejgamberi selam, kiameti. Andaj nxehtësia e mendësisë të tyre ka bo që direkt me shku në të vrasna. Dhe ata të vrasna me guri, shlot me shumë e shumë. Ti gjujmë do gurzin kri edhe të mismi. Apo, të ndërum xhamat, vini re. I njëjti vend, pas shumë viteve, Ibrahimi alayhis salam, në Irak.
Nuhi në Irak, Ibrahim a.s. në Irak. Dhe ban debat me babën e vetë. Bab, para mendo, bab, sa më shirët me pas për evladin. Në surën Maryam, do të vim pastaj të kjo debat detaj. Baba, që shka debatu Ibrahim a.s. me babën e vetë. Po këtu vesh na duhet për ta pa dallimin e rrethanës në ndikimin e kësaj rrethane në shariat. Po ban debat Ibrahim a.s. me babën e vetë. Ne kam ban debat me ati cili ndreqke putat dhe i thëjke dilshiti. Kim i ka maru putat. I thot baba i vet Azeri, Ibrahimit a.s. Kale, e raghibun ente an aliheti ja Ibrahim. Ti, zotat e mis pido Ibrahima, ha? Dhe vini re, pi nervozës as gjallijem si ka thonë. Qaç nervozu kon? Temperament maksimum, apo 84 gradë Celsius. O Ibrahim, e gjare ka pos. A që ka thonë, o gjallijem, apo? Andaj të e gjenë Ibrahim a.s. komplet Allah e ka po të këndërt. Andaj thot, ja e beti, o baba jem, o loq ka babës tem. Qështu i thot, o baba jem. Kjas, pi nervozës as emri që ka përmen, as gjallë. O Ibrahim, ty ka thos pito putat e mija. Shiko që i ka thonë, le in lem të ntehi, le argjumennek. Baba gjallit, si mës nalë, shë Ibrahim, me që këta shkaj të folë, dëvras në vend. Vinire, në vend vras. O ka dalë me pak debat, diskutim, ja, dëvras në vend. Që si rëthane ka zbrit shëriati Ibrahimit a.s. Te Arapt, sa kanë qështu? Arapt njerë ka thonë, hajde bojnë e muhabet. Andë të ishe utbe të mërabje ka thonë, o Muhammed, mëse kipe për gra, ti pina do gra. Mëse kipe për pare, ti pina do... Apo, andë të iship një dhe sot, Arapt, me pare, bojnë politik, bojnë diplomaci, pse? Ka dalë, kur ka pare, mos hintin zarë minjerë, apo? Irakian të të në të prezë minjerë muhabetin. Ska këtu të unë me bëshë me shumë muhabet. Baba djalit pi thot, o Ibrahim, janë nale këtë muhabet, janë vraz në ven. Pastaj e ka pak rahmet i vogël, gjall, i ka thënë, wahjur një melije, ose hupi këtu. I ka thënë, o logarit alternativ kjo, Irakionis të jep këtë muhabet, a të vrat në ven. Ka thënë, a di shka, po hajde me këmasit kam gjall, wahjur një melije, largoju mos të shof kur. Po theme në, kjo rahmet, mos të shof kur, largoju, rahmet i madhë, se e parat vrat në ven. Në që si rrethane ka arë Ibrahimi a.s. A shpërsi stlem me fol diher. Dhe ketë punën që e ka kry Ibrahim a.s. e ka kry vet. 60 vjet ka jetu në Irak. 60 vjet ka jetu në Irak Ibrahim a.s. Vini re për shemull dalimin mes Iraku dhe Shamit. Shamit të ndëruar xhamat nuk është sikur Iraku. Shami është Palestina, Libnani, Siria edhe Urduni, Jordani. Domthon Palestina, Siria, Libnani edhe Jordani. Këto vende llogaritën Sham. Jordani o vendi Lutit a.s. Djali vllavit Ibrahimit. I vetmi njeri çka i ka besuar pi burrave Ibrahimit a.s. u kon Luti, edhe ka po pejgamber. E pi grave u kon Sara, gruaja vet. Mosani Hajeri. Me që të tre njerëzi Ibrahimi a.s. e ka kry kitë punën që ka e kry një pengamber me gjemat të madhë. A e ka kry vetë. Andaj Allahu Gjellë e ka thanë, Ibrahimi u kon umet në veti. Dashoj me lenë Allahu të bareke vë tjela. Por shemu këta në Sham, Palestinë, Siri, Jordan, Lubnan, nuk e kanë këtë tabiat. Janë pak ma ndryshe. Janë pak ma diplomat. Andaj edhe shgjeriatët e tëne kanë dalue. Por shembull, e gjenti për shembull kur e ka qua Allahu Gjellë Lutin a.s. në Jordan, në Sham. Ajo qujtë këtë pjesa e Shamit. Sot i kanë ndru përshka këto të ndarjeve të Sajzbikës. Qka i kanë thanë? Kalu, le in lem ten te hija lutu, le te kunen në minel. Këtu si ka thanë mërgjumin, i ka thanë minel mukhrajin. Ka thanë o lut, a penal, që këtë thire shka i të bo, ose po të përzajna, dilbin e jeve, që ka u ka zbut. E dalon të abijat, ati pak ma flato, pak ma flasin Irak. Andaj ka thonë e di shka, o lut, janë ale këtë thire, ja, hec, largojo. Andaj të ndërum gjëmat, vendi me mas shumëti të përzan me të njerëzve në botë, globalisht, historikisht, cila, Siria. Vesh të përza. Sa i përzun një Beshari, Allah ja dhe është hakin ja Rabbel Alemin, 14 milion njerëz. 14 milion njerëz
7 Macedonia i ka nxjerr pi venit. Largoju pi këtu. Pse? Sepse këta e kanë çështu. Këto nuk thojnë dvras apo çka ban? Le të kunen në midel mukhrajin. O lut, janë alu ja për përzojna. Të përzojnë më herë. Apo. Pastaj kur e kanë vol komplet familjen, komplet familja e pastër, thot Allahu te bareke ve teala, fama kana jawab qawmihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kan bo muhabet. A di kush kanë bo muhabet? Këto që kanë martu burr me burr. Apo këto burrat e mëdhoj të bo muhabet për Lutin alayhis salam. Andaj kanë hidhnu Allahu subhanahu wa taala se ata leçi kanë flet burr me burr, edhe të bëha ato politik, të kallëzu se kush du të me dalë për vendit dhe kush du të me nejt. E Allahu xhelel xhelal ka që Gjibrailin a.s. E ka kap komplet Jordanin, e ka që në qilë dhe ka zbrit për diti. Pse? Se si janë mledh këta, tu kallëzu për dunja sikur që po tentojnë tash. Këta mi kallëzu dunja, çka duhet e çka e mirë, çka sa e keqe. Allah i rujt familjet tona ja Rabbul Alamin. Në kjo e keqe e madhe të ndërum xhamat. Ata që flen burr me i kallëzu dunjas, që kjo e mirë, që kjo e keqe. Çka ka ndodh? Kanë thënë shumë të pastër me këtë të lutit. Këto po na zonë dhe me këna burr me burr s'ban me vlet, apo këto shumë të pastër. Apo dhe i vorrejnë këtë ashpërsi që po dojnë sot me e bëhe. Allah mos e mund sofja Rabbul Alamin. Çka kanë thënë? Si janë kona si me vrau. Çka kanë thënë? Ka thënë jo, përzene. Minjar. Ka thënë akhriju ala lutin. Përzene familjen e lutit pi Jordanit. Pse? Se këto nuk janë të vrasës. Këto janë të përzanës. Vini re, njëti kanë ndodhur dhe Shuaibit. Çe kanë thënë Shuaibit? I kanë thënë qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shuaibu. O Shuaib, janë ala thirrën islam, ja të përzojnë ana. Çka përzan me? A je ke vrasë? Ktu është e përzan me. Në Egjipt, në Egjipt i dallon. Kush e mamen? 2020 kemi fol për Jusufin alayhis salam. Çka u sill kë atje vazhdimisht dënimi? Burgu, Sijni, hapsania. Ata as nuk të përzojnë, apo ata kap gjujen burg ati kalbe. Çështu janë ata. Ata as nuk të vrasin, as nuk të përzojnë, shtinë në burg edhe thot mbas 25 vjet, këtu i kona. Hajde sa gjikojna. Mas këtu e të harrojnë. Vinë re në Kur'an. Dhe për këtë arsye vinë sheriatët në përbudhje me ta. Për çet arsye s'është një sheriat. E Muhamedi alayhis salam i ka zbrit për susmëria e krejt sheriateve. Sepse populli i tij e koni përzim me këta këto tabiate. Vini re për shembull në Egjipt. E dini rastin e Jusufit alayhis salam, e ngan gruaja e Azizit. A e mani men kush e kon Azizi? Jo mbreti. Ministri i policisë. Ministri i punëve të brendshme. Apo? Para meno, gruaja e ministrit policisë a dashuru te Jusufi. Burgin dore. Apo? Oja mini arru ka pos, burën e kam, apo? E këni po këtë shka dhënë e kam njerin. Aja ka pos njerin, burë e ka pos. Edhe shka thëtë Allahu Gjafu, stëva kalbab, hik Jusufi ka dera, edhe u zunën të dera. Wa qaddat qamisahu min duburin, wa alfaja sejjideha ledel bab. Tu i ka dera, e ka zonë burri vet. Edhe aja ka gris këmishën për i prapa. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, qalet, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan. I ka thonë njërë burri vet. Çka do mi bën këtina, ka thonë që dashti me tentue me provoku kryën tane. A si të ishtë një burga? Burg, minër. An yusjana. Au adhabun alim ose dënoje fort. Pse burgi? Sepse të egjiptian të është burgi. Ato s'din të shka tjetër. Vëni re. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, qalet fadhalikun alladhi lumtunani fi wa laqad rawattuhu an nafsi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. I ka thirë ato gratë, ja ka dhënë hajën, e dini, edhe në punë që i ka thënë, a ju pëlqejti? Po, edhe mund pa të pëlqije. Por që ta dashta me bo, me ta që ka dashta me bo, ama ki zngoj. Pas të që ka thënë, ama mës me nguë, që ka pi thamune, le yusjananna. E shtina në burg, në Irak të vrasin, në Sham të përzajnë, në Egjipt të kalbin në burg. Pse kjo? Se ndryshon veni pi venit ku ata jetojnë. Ndryshon tabiati i njerëzve. Pastaj, që kanë bo? Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, thumme beda lahum min ba'di ma ra'u l'ajati la yusjananna. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, masi i pan kitë faktet se Jusufi është i pastër, thanë, anë shtenë në burg për një kohë. Ta këshirë, shtenë në burg. A di që kanë ata vendet, Egjipti sidomos.
Ani be rriqat i mborë të tashime e ki dokumentet mirë. Po pse me vëllonë me nejtë mborë të këshirë dokumentet. Kështu ja kanë bo Jusufit a.s. Ka thonë ani be Jusuf e dim që i pasër, po rripe pak mborë të tashime një qka puna. Për këtë arsye Musa a.s. është ballafaqu me këta. Çka i ka thonë faraoni Jusufit? E Musa a.s. Ha? E mani men vjetë te Musa a.s. Në surën Shuara ajetin 29 thot Allahu te bareke ve teala qala la in ittakhadhta ilahan ghayri. Faraoni tha Musait, o Musa, nëse nuk më adhuron mua e adhuron dikant tjetër, la ej'alannaka min al-masjunin. Së më adhuron mua e adhuron Zotin tan, unë të baj min njëherë me imburg, u kriki muhabet. Andaj, shikoni të ndërum xhamat, veni pi venit dallon. Njëni thot, e o gjotë të na s'ka arë pejgamber. Të na s'ka arë, ne Allah i na dhosht hajrin. Neve Allah i na dhosht hajrin. Ne i kina mbledh këta popull që ka me një ven. Apo, të na s'ka pejgamber. Mos kujtosh që tash e Maqedonia jo s'ka këtu, për Ballkanin s'ka kur gjë. Na po flasim për vene ku kanë zbrit pejgamber. Po vene tona s'kan pejgamber. Pse pe thonë ata të ndërum xhamat? Se api shihnin në për televizor që po dalin udhë. Pse na shqiptarët se kena një pejgamber? Shqip pejgamber lip. Thusë ai ndrejçet, po ndrejçen në fabrikë pas bëhet një pejgamber. Ai kuptoni ku shkojnë njerëzit dhe me men? Livrit me men. E maj livrit se kit kush janë? Ai gazetari çka i shkon. Çka thuni ju? Ha çka thon? Ja, i vetë sa tamam kjo vëlla. Po pe bardov se më ka dalë biç mendine. Na ni duhet na një pejgamber shqiptar me pas. Nuk duhet na arabisht me fol. Apo, ama kjo veç për arabt kish vlet. Për anglesht jo. Për anglishtën jo. Për gjermanishtën jo. Pse? Parët të gjuatë i kanë. Ato parët. Për Mercedesin, po pse s'pequn shqip? Haj quje Mercedesin shqip? Jo. Haj quje analginin shqip? Jo, po na të analkrien. Do më thonë, veç kur të vjene të feja, arabisht të folin. Po arab pa kon pejgamberi. Apo? Pse nuk e qërtojnë? Pse nuk e qërtojnë ata popujt të cilët nuk janë arab, po nuk janë musliman? Apo? Jehudit i mbulojnë gratë të veta, i kanë rregullat e veta. Kur kush guzon zame po për ta, nuk flasin arabisht, abrisht folin. Abrisht. Apo? Për këtë arsye të ndërum xhamat, dallon në veni pi venit dhe pastaj vjen sheriatin përputhje çasajla. Po këtë arsye, kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojnë në këtë kontekst. E te pejgamberi alayhis salam, te Muhamedi alayhis salam, të ndërum xhamat, kanë zbrit krejta ligjet më të përsosura me një vend. Dëgjone në surën Al-Maida që ka thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Ne o Muhammed të kemi zbrit librin me haq, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab. Krejt sheriatët që ka janë konë maherët, ki sheriati konë veti. Andaj kush ka Kur'an si duhet kur gjohë. Pse? Qka ka pas Nuhi pit mirave i kin Kur'an? Qka ka pas Musa a.s. i kin Kur'an? Qka ka pas Ibrahimi i kin Kur'an? Qka ka pas Isa a.s. i kin Kur'an? Edhe shtesa. A di që shqipe kjo? Sikur ti me trashiku pasurin e ketë babalarve edhe plus punën tane. Qa duhet i kështet? Andaj shiko që ka dhëtë Allahu të bareke wa ta'ala, u e muhejminen alej, dhe shtesë kësajna është mbita, është përforcus mbita. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, fahkum bejnehum bima enzal Allah. Gjiko mbita me ligjin e Allahut. Pse? Se nëse thirën të Musa, Kurani e ka dhe të Musës. Nëse thirën të Isa, Kurani e ka të Isës. Nëse thirën të Ibrahimi, Kurani e ka dhe të Ibrahimit. Andaj gjikoj me Kur'an, se kur ti gjikojsh me Kur'an i ki gjiku me këta shëriat. Thëtë Allahu te bareke wa ta'ala, wa la të tebi ahwaahum amma jaaka min al haq. Mos largo dhe mos ju shmang të vërtetës që ta kemi zbrit, duke i ndjek epshet e tëre. Likullin gjaalna minkum shir'atan wa minhaja. Si të cili popull për juve ka pas shëriatin e vet edhe rrugën e vet. Walau sha Allahu le gja'alakum ummeten wahida. Me pas dash Allah e kish bani umet. Mos mot, Iraki ndryshe, Siria ndryshe, Jordani ndryshe, Egjipti ndryshe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot walakin liyabluwakum fima atakum. Allahu ju ka sprovu juve në pasuritë që ju ka dhënë. Fastabiqul khairat. Shkoni, vraponi me i zonë të mirat. Ila Allahi mërgjiukum, të Allahu kini mu këthi krejt. Fe ju nebbiukum bima kuntum fihi të khtelifun. Në fund, Allahu ndanë në mesin e krejt dalime që i kanë pas njerëzit. Thëtë Allahu të bareke vë në surën Ali Imran, thëtë Allahu gjele gjelalu, wa idh ekhadha Allahu mithaqan nabiyyin. Allahu e ka marë
besën e kitë pejgamberëve. Vini re të ndërum xhamat. Çdo pejgamberit Zoti ja ka marrë besën. Çfarë bese? Lama ataytukum min kitabin wa hikma. Për shkak librit që ju kom dhanë dhe urtësijës. Thumma ja'akum rasul. Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa dhe krejt pejgambert në mes veti, mesin e historisë. Çdo pejgamber kur ka ardhur Allahu xhela ka thënë çfarë? Merë librin edhe ai beson Muhamedit alayhis salam. Shart. Apo andaj çdo pejgamber para mendo, andaj ka ardhur këtu thumme, ma vol ku të vjen Muhamedi alayhis salam. I fundit ku të vjen, çdo njëri ja ka bëu shart. Ai beson Muhamedit alayhis salam? Po. Çfarë ka thënë? Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqun lima ma'akum. Muhamedi alayhis salam ka këta çka e keni ju. Pra ju ka thënë Zoti kështu në Kur'an. Çdo pejgamberit. Po të baj pejgamber o Ibrahim, ama Muhamedi sa më i mirë se ti, a ja pranon? Po, pejgamberie. O Nuh, po të baj pejgamber, çeku i ki librin, çeku i ki mësimet. Muhamedi sa më ku të vjen në fund, o më i mirë se ti, me shariat më të mirë se ti, a pe pranon? Po o Zot. Vazhdo. Vini re sa pozit ka Muhamedi alayhis salam, thot Allahu xhel xelalu, la tu'minun bihi wa la tansurunhu, kini me besu ati dhe kini me ndihmu ati. Qish ndihmon pejgamberi Muhamedi alayhis salam para se me ardhaj? Qish mundet me ndihmu Ibrahimi Muhamedi sa para se me lindaj? Ju thot popullit vet, ka me ardhur një pejgamber më i mirë se unë ashtaj. Nuhi alayhis salam i thot popullit vet, ka me ardhur një pejgamber më i mirë se unë. Isa alayhis salam i thot popullit vet, ka me ardhur një pejgamber më i mirë se unë. Musa alayhis salam i ka thon popullit vet, ka me ardhur një pejgamber më i mirë se unë. Sharte kanë pas, minimua. Thot Allahu xhel xelalu, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Tha Allahu subhanahu wa taala, a pranuat këta? Po. A e morët besën? Po. Qalu aqrarna, than e pranuam. Qala fashhadu, tha Allahu atar dëshmoni, wa ana ma'akum min ash-shahidin, edhe unë jam bashkë me juve prej dëshmitarëve. Për këtë arsye të nderuar xhamat, shkurt, feja e Ibrahimit, feja e Muhamedit alayhis salam është një fe. Feja e Ademit edhe Muhamedi alayhis salam është një vi, komplet një pejgamberllok, komplet një islam, komplet një tauhid, komplet një iman, komplet një vi e Zotit te bareke ve teala. Ku dallojnë që i nxati edhe i ftofti që u kallzova. Çati dallojnë, pastaj edhe zbritin ligjin pas çasojna. Pastaj zbritin ligjin pas çasojna. Atëherë, çka është milleti Ibrahimit? Pa e hapmi temën e vazhdojna nesër me izin Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahimi alayhis salam është ummet vet. Këtë pun t'i ka sos, shka e sos një komplet një ummet. E qka milleti i tina? Milleti i tina? Milleti Ibrahimit është mënyra e zbatimit dhe ngritjes të islamit Allahu gjëra në tokë. Pra Allah me fjallë të tjera që ka thot, këshirë në Ibrahimin, qishe ka zbatu ajfejen, zbaton edhe ju. Andaj ka thonë Muhammedit a.s. Qishe ka thi idhullin në Ibrahimi a.s. edhe ti. Qishe ka ngrit islamin aj, edhe ti. Andaj tha a.s. Asbahna ala fitratil islam, e zunëm sabahin fitrën natirën e islamit. Wa kelimet e ikhlas, dhe në shahadet të ikhlasit, wa dini nebijina Muhammed dhe dinin e Muhammedit a.s. Wa milleti e bina Ibrahim, dhe milletin e babës të një Ibrahim. Qka milleti? Mënira dhe rruga se si zbatohet feja Allahu te bareke ve teala. Hadha Allahu jalla jalaluhu wa Ibrahim alladhi waffa, dhe Ibrahimi i cili e ka plotsu emanetin e Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, ku ana ka mbarue, për shkak se shumë për vëllezërve kanë nevojë edhe me udhëtue. Andaj shkurtimisht, 4 sheriatet e Allahut te bareke ve teala sa do t'i mësojmë te Ibrahimi alayhis salam është imani, morali, ibadeti dhe ligji islam, i cili te na nuk vlen Ibrahimit alayhis salam, po vlen Muhamedit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala t'i plotson moralet tona, t'i plotson ibadetet tona, t'i plotson imanet tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelal na mëson që të mësojmë nga libri Allahu subhanahu wa taala, të mësojmë nga suneti Muhamedit alayhis salam, të mësojmë nga historia e Ibrahimit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu subhanahu wa taala ta ban qabul agjërimin ton, ta ban qabul namazin ton, ta ban Allahu te bareke wa taala për atyre të cilët pastrohen nga
mëkatet, na i fal Allahu gjunat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.